Arrestohet 27 vjeçari me rrezikshmëri të lartë në Pogradec, kush është i riu i dënuar për vrasje. Policia ka vënë në pranga 27 vjeçarin Fabian Muçollari, i dënuar për vrasje dhe tentativ vrasje. Uniformat blu vendosën në ndjekje 27 vjeçarin pas marrjes informacionit se një shtetas me precedent penal posedonte armë zjarri dhe shpërndante lëndë narkotike në qytetin e Pogradecit. Gjatë kontrollit fizik të automjetit dhe të banesës në lagje numër 1 Pogradec, Fabian Muçollari të gjetën në çantë krahu një shufër metalike me mbishkrimin policia, 2 armë zjarri pistolet, një silenciator, 3 krëhra, një shkop metalik, një pako me lëndë narkotike të dyshuar kokain, 5 aparate celular, 2 karta banke, një pasaport biometrike dhe një shumë parash, lekë, euro dhe dollar australian. Gjithashtu, sipas informacioneve policore, u sekuestrua automjeti i tij, informuan Blut, njoftimi policisë. Operacion për goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e narkotikëve dhe armbajtjes pa leje. Gjatë operacionit u sekuestrua një pako me lëndë narkotike, kokain, 2 armë zjarri, municion luftarak, një shkop metalik, një shumë lekësh dhe një automjet. Policia vënë në pranga poseduesin e tyre i dënuar më parë për vrasje dhe vrasje mbetur në tentativ. Si rezultat i angazhimit maksimal të shërbimeve të drejtorisë vendore të policisë Korç dhe i punës së pandërprer fale dhe bashkëpunimit me qytetarët për një shtetas që posedonte armë zjarri dhe shpërndante lëndë narkotike në qytetin e Pogradecit, shtetas me precedent kriminal, specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve, seksionit krimeve të rënda dhe shqiponjat, organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar Cold Hand. Gjatë operacionit, shërbimet operacionale të DVP Korç kapën dhe vunë pranga shtetasin FM 27 vjeç banues në Pogradec me rrezikshmëri shoqërore gjatë kontrollit fizik, kontrollit të automjetit dhe kontrollit të banesës në lagje numër 1 Pogradec, shtetasi FM, ju gjetën në një çantë krahu një shufër metalike me mbishkrimin policia, armë zjarri 2, një silenciator, 3 krëhra, një shkop metalik, një pako me lëndë narkotike dyshuar kokain, 5 aparat celular, 2 karta banke, një pasaport biometrike dhe një shumë parash, lek, euro dhe dollar australian. Gjithashtu sekuestrua dhe automjeti i tij. Materialet procedurale i referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Korç për veprat penale, prodhimi dhe shitja e narkotikëve, prodhimi dhe mbajtja pa leje armëve luftarake dhe municionit dhe përdorimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje armëve të ftohta. Por kush është Fabian Muçollari? Në 14 shkurt 2016, Fabian Muçollari, në atë kohë 17 vjeç, vrau në Pogradec bashkë moshatarin e tij, gjimnazist, pas një konflikti të mëparshëm në rrjetet sociale. Përplasja nisi në ambientet e jashtme të një lokali dhe vazhdoi brenda tij duke shkaktuar vdekjen e Fabio Hilës pikërisht ditën e parë të shkollës. Ngjarja tragjike është regjistruar edhe nga kamerat e sigurisë në biznesi aty pranë ku dallohej momenti kur Fabian Muçollari mbërriti tek lokali ku kishte lënë takimin me viktimën dhe armën e mbante poshtë një kostumi sportiv që kishte veshur. Nga ana tjetër, Fabio Hila qëndronte i ulur në një tavolinë në verandën e lokalit së bashku me disa shokë të tij. Njëri prej tyre ka hedhur një karige në drejtim të autorit dhe më tej ky i fundit ka nxjerr armën. Në moment, viktima është shehur brenda lokalit, por autori e ka ndjekur nga pas, pavarësisht përpjekjeve të shokëve për ta ndaluar të qelloja, i ka hyrë brenda në lokal, ka shkrehur armën në drejtim të Fabio Hilës më tej. Në pamje dukej një nga djemt i cili del me armën në dorë, por edhe autori që ndjek nga pas dhe ja rimer atë dhe largohet me vrap. Fabio Hila gjeti i vdekjen si pasojë të 3 plumbave që u qelluan ndaj tij, njëri prej të cilëve në zemër. Sipas hetimeve në atë kohë, sheri nisi për një vajzë, shoqe e autorit me cilin viktima donte të kishte një lidhje. Pas grindjes në rrjetet sociale, 2 djemt u takuan përballë, duke shkaktuar dhe përplasjen fatale për jetën e 17 vjeçarit. Fabionin e vrava se bënte si e pror, më preku në sedër. Pas arrestimit, Fabian Muçollari, cili vrau me armë bashkëmoshatarin e tij, hodhi dritë të plot mbi ngjarjen dhe shkaqet e saj. 2 djemt, Fabio Hila, viktima, dhe Fabian Muçollari, autori, mësohet se njiheshin vetëm nëpërmjet Facebookut. Gjithçka u nis atje si një grindje e rëndom, por më pas u kthye në tragjedi. Kur është marrë në pyetje nga grupi hetimor, Fabian Muçollari ka deklaruar se krimin
e kishte kryer me një armë të cilën e mbante të fshehur në pjesën e pasme të shtëpisë ku banonte. Armën e kam gjetur dhe e mbaja të groposur pas shtëpisë në Vërdov, është shprehur autori. Ai ka vazhduar dëshminë duke thënë se i nxehur pas sherit verbal që kishte pasur me viktimën bashkëmoshatar me të, e ka nxjerr automatikun nga vendi fshet dhe me të në dorë ka shkuar i vetëm për të vrarë Fabio Hilën. Fabio ngacmonte shoqen time të ngushtë. Ne nuk njiheshim me njëri tjetrin, por e kontaktova nga Facebooku. I kërkova fillimisht të mos e ngacmonte atë vajzën, por ai ma ktheu me ironi dhe tallje çdo përgjigje. I kërkova prapë që ta lër të qetë atë vajzën, por nuk e ka bërë. Gjatë gjithë kohës unë i flisja seriozisht, por ati dukej vetja e pror dhe të dy u nxehëm. Nisëm të fyenim njëri tjetrin dhe pasi e mbyllëm bisedën, unë nuk arrija të gjeja qetësi, ka treguar 17 vjeçari. E gjeta numrin e tij të celularit dhe telefonova. Ai sërish më foli keq dhe i kërkova të më tregonte ku ndodhej që të sqaroheshim ballë për ballë dhe jo me llafe. Më tregoi lokalin dhe i shkova atje. Nuk ishte vetëm, por me disa shok. Atje më than disa fjalë që më prekën në sedër. Mendja më shkoi menjëherë tek arma që kisha fshehur mbrapa shtëpisë. Shkova tek vendi ku e kisha agroposur, e nxora dhe u ktheva tek lokali. Atje qellova dhe ika. Nuk e dija nëse e kisha vrarë apo jo, është shprehur në dëshminë e tij autori ngjarjes. Ai u kap disa minuta pasi ekzekutoi brenda në lokalin e basteve në qendër të Pogradecit moshatarin e tij.